nuk duhet gënjehemi me vetëm ndeshjet e grupeve. Brazili ka bërë ndeshjen e parë, Ancelotti që është trajneri më pa diskutim me ekipet kombëtare nuk është se ka pas në rezultat jashtëzakonshëm, pra me ekipet kombëtare, qoftë me Italinë apo nuk e di, ka pas në ekip tjetër kombëtar, është quhet më shumë për klube dhe gjithmonë puna në për klube është paksa ndryshe se me kombëtaren. Me kombëtare ti ke të bësh me yje, komplet me yje, normal ai kishte edhe ke Reali me yje, po jo kaq yje sa mund mbledhesh te Brazili njëkohësisht. Ancelotti shquhet për balancat që si në skuadër, për atë sharmin e vetë që ka si person. Dhe patjetër Brazili nuk është vetëm te kjo problemi që ka pas vitet e fundit, por Brazili nuk ka prodhuar një skuadër, një kimi brenda skuadrës, pra që lojtarët të mirën vesh me njëri tjetrin, të mirën veç siç kanë marrë gjithmonë shumë kohë më parë që u mishin vesh pa e pa njëri tjetrin. Dhe kjo i mungon Brazilit për momentin. Pastaj edhe lojtarët superstar, lidera që ka pas gjithmonë Brazili, pra i ka pas gjithmonë këto, i mungojnë për momentin.